Hani disa kokra ara çdo ditë dhe do befasojeni nga ajo që do t'i ndodhë organizmit tuaj. Arat kanë dy fishin e antioksidantëve në krahasim me të gjitha arorët e tjerë dhe çlirojnë organizmin nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë qelizat dhe shkaktojnë komplikacione. Sipas ekspertëve, arorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit që nuk konsumojnë mjaftueshëm aror kanë edhe njësër komplikacionesh. Sipas të dhënave, konsumi i arorëve parandalon problemet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe parandalon radikalet e lira. Në veçanti, ngrënia e 8 arorëve në ditë ju mbron nga sëmundjet e zemrës, ndaj ato konsiderohen si ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriun. Përveç se të pasur gjithashtu edhe me shumë antioksidant, ato përmbajnë nivele të larta të fibrave dhe elementeve të shumtë ushqyes. Arat janë të mira për shëndetin mendor dhe gjithashtu atë kardiovaskular.